Ndryshe nga edicionet e lajmeve, njoftimet që jepen nëpër televizionet të ndryshme në fakt u adresohen shumë më pak njerëzve. E plus pastaj fakti që këto njoftime jepen nëpër televizionet e provincave, nëpër televizione lokale, në shumë raste na bëjnë edhe mjaft përqeshur. Por në fakt në këtë sezon të ri të Portokallisë, sa herë ne kemi përmendur të Versekën, nuk kemi dashur as pak të ironizojmë televizionet të tilla, të thjeshta dhe modeste. Por kemi dashur të imitojmë shpërdorimin e madh që i bëhet ekranit ton në shumë raste, si ky që ne do të ndjekim tani. Miqë Ersekse dhe Erseksa, përshëndetje. Jemi bashkë sot në rubrikën e njoftimeve dhe lajmërimeve. Më në fund programet tona u bën me sponsora. Ky program u mundësua nga firma Nuk di dhia ç'ështagjia. Fillojmë me letrat e dërguara. Kuzhinieri i dasmave lajmëron se të gjitha dasmat që janë prenotuar për këtë javë shtyen sepse ai i ka thikat e pambrehura. Bela lajmëron se ka humbur qeni. Qeni ka këto karakteristika: raca qen me lesh, ngjyra e bardhë. Kush e gjen, ju lutem të më kthej me patjetër zinxhirin se më duhet për buri. Ciu, i cili ndodhet i shtruar në spital, ka një lajmërim për shokun e tij të ngushtë, Gertin. I thot: "O Geço, hajde dhe ti shtrohu në spital kot se është doktoresh ajo që pama të ditë në disko. Hajde se doktoresha ditë të luaj doktorash." Pilua lajmëron të shoqen se nuk e merr dot rrogën. Lekët ja u kanë hedhur në bankomat dhe Pilua s'mban mend të pinin. Biznesmeni Zoti Fasli kërkon të punësoj një sekretare. Kriteret janë: të jetë maksimumi 30 vjeç, të mos ketë shkollë të lartë, të mos di as gjuhë të huaj as anglisht, nga shkronjat e alfabetit të di vetëm zanoret, ta ketë emrin Marsida, Çupa e Xhelos. Një lajmërim për të gjithë. Le të gëzojë gjithë Erseka sepse Feruzja lindi fëmijën e 15. Kjo ngjarje hyn në libringine sepse Feruzja ka 20 vjet që nuk del nga materniteti. Shkaku i kësaj ngjarje është se i shoqi është roja i spitalit, edhe të dy aty rin, aty pin, aty të gjitha. Me ngjarjen Guinness të Feruzës mbyllim njoftimet për sot nga TV Erseka, natën e mirë.